Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama për kontroll dhe censurë ndaj medias, duke kundërshtuar raportimet e Autoritetit të Mediave Autovizive mbi pasqyrimin e aktorëve politik në ekranet televizive. Në një konferencë për mediat nga selia e Partisë Demokratike, Berisha deklaroi se numri i përmendjeve të një politikani apo force politike nuk mund të merret si treguesi i hapësirës mediatike, pasi sipas tij, një pjesë e raportimeve për opozitën lidhet me sulme dhe akuza ndaj saj. Sipas monitorimit të pretenduar nga zyra e shtypit të PD-s, kreu demokrat tha se 4 nga televizionet kombëtare i kanë kushtuar mazhorancës dhe kryeministrit Edi Rama mbi 15 orë transmetim gjatë një muaji, ndërsa opozitës rreth 4 orë e 46 minuta. Zyra e shtypit ka monitoruar 4 televizionet kombëtare, të cilët janë dhe mumuthët, oligarkët, janë në një mënyrë apo një tjetër censorët dhe xhelatët më kryesor të fjalës së lirë. Mediat, këto 4 media kombëtare, i kanë kushtuar Edi Ramës në 30 ditë dhe Partisë Socialiste 70 në një muaj të marrë së bashku 15 orë, 10 minuta dhe 59 sekonda. 15 orë, kundrejt vetëm 4 orëve, 46 minutave, 43 sekondave apo 23.9% opozitës. Edhe lajmet që japin non-stop për protestën 71 ditore, mediat ja llogaritë si kohë Partisë Demokratike, në të cilat për Partitë Demokratike nga këto media është dhënë 1 minutë e 30 sekonda, kurse për Partitë Socialiste, dhe kjo është data 26 qershor, për Partitë Socialiste 48 minuta. Në të njëjtën ndalje për mediat, Berisha komentoi edhe deklaratat e presidentit Ukrainas Volodymyr Zelenski për Kosovën. Ai cilësoi të papranueshme qëndrimet e Zelenskit për statusin e Kosovës, duke argumentuar se ato bien ndesh me të drejtën ndërkombëtare dhe qëndrimet e NATO-s. Megjithatë, kreu i demokratëve theksoi se Shqipëria duhet të vijojë mbështetjen ndaj Ukrainës përballë agresionit rus, pavarësisht deklaratave të presidentit Ukrainas për Kosovën. Ne shprehim keqardhje për deklaratën e presidentit Zelenski në Beograd për pavarësinë e Kosovës, të cilin ai u shpreh se është e njanshme. Kjo deklaratë e presidentit Zelenski vjen në kundërshtim të hapur me vendimet e Aleancës Atlantikut Veriut, me planin e Ahtisarit të ngarkuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, vjen në kundërshtim të hapur me vendimet e vendeve kryesore antare të Aleancës Atlantikut Veriut, vjen në kundërshtim të hapur me ligjin, me të drejtën dhe ligjin ndërkombëtar, të interpretuara ato me kërkesë të Beogradit nga Gjykata Ndërkombëtare e Organizatës Kombeve të Bashkuara, e cila është të shprehur për legjimitetin e pavarësisë së Kosovës. Në Shqipëri dhe në Kosovë, ata janë solidarizuar plotësisht me luftën heroike të popullit ukrainës në udhëheqjen e presidentit Zelenski kundër agresionit barbar rus.